Kryeministri Edi Rama, Njerazi dhe kryetari i PS-s do të vijojë edhe gjatë 2 ditëve konsultimet lidhur me listat e kandidatëve për deputet që kjo parti do depozitojë deri në mesnatën e 12 marsit në KQZ, pas mbledhjes maraton të fundjavës në Pallatin e Brigadave me anëtarët e kryesisë dhe drejtuesit politik të PS-s në Qarqe. Rama do të vijojë takimet kok më kok me secilin prej drejtuesve të qarqeve. Si kundërmësohet, drejtuesit e qarqeve do të paraqesin listat e tyre të kandidatëve për deputet, por edhe objektivat që ata kanë për 11 majin, emrat që do të propozohen nga drejtuesit e qarqeve dhe diskutimit me kreun e PS-s do t'i paraqiten kryesisë në 12 mars. U pritet të ketë një miratim formal. Ajo që dihet deri më tani është se deputetët aktual që kanë më shumë se 2 mandate do të përfshihen atë që konsiderohet si lista e hapur, pra marrja ose jo e një tjetër mandati në parlamentin e ri do të varet nga votat preferenciale që ata do të mund të mbledhin. Dhe në listën e hapur të PS-s pritet të përfshihen Pandeli Majko, Xhemal Qefalia, Fatmir Xhafaj, Antoneta Dhima, Damian Gjiknuri, Erion Braçe, Lindita Nikolla e të tjerë. Ndërkohë, disa nga deputetët aktual të grupit parlamentar socialist ende nuk e kanë të sigurt vendin në listë, qoftë të hapur apo të mbyllur. Mes tyre ka emra të njohur, por edhe më pak të spikatur apo të angazhuar në debatet apo diskutimet e zhvilluara në sallën e kuvendit. Sipas burimeve, në këtë listë përfshihen nga Petro Koçi, i cili nëse kandidohet do të jetë në listë të hapur, tek Paulin Sterkaj, Milva Ekonomi apo edhe Evis Kushi. Koçi dhe Sterkaj nëse kandidohet do të jenë në listën e hapur të Tiranës. Dhe po kështu mësohet se të paktën 15 deputet, duket se nuk do të kandidohen më për deputet. Burime bëjnë të ditur se mes kësaj liste përfshihen edhe Baftiar Zeqaj, Fadil Nasufi apo Lulieta Bozo, kush rrezikon rikandidimin. Baftiar Zeqaj, Dasantila Tahiraj, Bujar Çela, Fadil Nasufi, Gerta Duraku, Erion Meka, Lulieta Bozo, Mirela Pitushi, Aurora Mara, Bardhyl Kolçaku, Enslem Vera Zake, Atixhe Ekonomi, Ismet Beqiraj, Kleviz Xhoxhi, Shpresa Marnoj.